Dy gjëra që duhet t'i bëni patjetër në mëngjes. Zgjimi në mëngjes ka një rëndësi të veçantë për shumë njerëz në mënyrë që dita t'u ecë sa më mbar. Për të pasur një ditë sa më të mbar është e rëndësishme t'i bëni disa veprime që ndikojnë për një ditë më të mirë. Në këtë video do ju tregojmë disa këshilla të cilat duhet t'i ndiqni në mëngjes. Hidratohuni. Trupi juaj zgjuhet i dehidratuar, kështu që është e rëndësishme të pini ujë që në mëngjes. Sapo të zgjoheni, ju duhet të pini një gotë me ujë menjëherë dhe të vazhdoni të pini disa gota të tjera gjatë ditës. Kjo do ju ndihmojë të mbani larg toksinat nga trupi juaj. Bëni pak zgjatim ose shtrirje të muskujve. Do ishte perfekte nëse ditën do ta filloni duke bërë disa ushtrime zgjatje, pasi kjo do ju ndihmonte që të zgjoheni plotësisht dhe mbi të gjitha të jeni më të relaksuar, sidomos nëse keni zënë ndonjë pjesë të gjymtyrit edhe poshtë edhe duke shkaktuar në mëngjes probleme me dhimbje.